Të paktën 20 persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur nga një zjarr i madh që shpërtheu në një kantier ndërtimi në Bruksel. Ngjarja tragjike ndodhi të martën, ndërsa autoritetet vijnë kërkimet për 6 persona të zhdukur. Trupat e disa prej viktimave u gjetën në njërin prej 2 ashensorëve të projektit të madh të rinovimit në sheshin qendror Place the Brooker, ku shpërtheu zjarri, tha një zëdhënës e inspektoratit të punës në kryeqytetin belg. Në momentin e zjarrit, në kantier ndodheshin mbi 200 punëtor, të cilët u evakuan menjëherë pas alarmit. Shërbimet e emergjencës, zjarrfikësit dhe ekipet e shpëtimit mboritën në vendngjarje brenda pak minutash dhe nisën operacionin për shuarjen e flakëve dhe kontrollin e objektit. Autoritetet nuk kanë konfirmuar ende numrin e saktë të viktimave, ndërsa operacioni i kërkim shpëtimit po vazhdon me intensitet të lartë. Ekipet po kontrollojnë çdo pjesë të ndërtesës për të përjashtuar praninë e personave të tjerë të bllokuar. Nga zjarri kanë mbetur të plagosur edhe disa punëtor. Sipas brigadës së zjarrfikësve të Brukselit, të paktën 3 persona janë transportuar në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Gjendja e tyre shëndetësore nuk është bërë ende publike. Shkaqet e zjarrit për momentin mbeten të panjohura. Hetuesit dhe ekspertët e sigurisë në punë kanë nisur një hetim të plot për të përcaktuar se çfarë shkaktoi incidentin dhe nëse janë respektuar standardet e sigurisë në kantier.